Në fletë në pe, vergjit. Po, valla, zërbëll, herët, të dy ka të me shku. Se pak të të rëse i marrë këtë dili, nuk e ljoshëm, së bëjnë keme. Ta ne marshëm më shtishëm që ashtë vjerëshëm vergjit të terke. Apet, kërë terke, u duke me morë me palu këtë pola. E lisin e dërzeshin ata dohanën që ashtë pola. E pse Gjemilja u martua me një burr të martuar, arsyen e tregon më së miri vet ajo. Vjeher në kom pas, veç e kom pas artakën. Qa jam kam su më fart. Po, djallë s'ka pas, 3 qika, a jam kam su më fart. Kret me maru veke, me kështu kom zitë të me krauza. Gjampera, qeropa, gjithë shka kom maru. Me tjerë krejt tana, i kom ditë. Madje Gjemilja tregon që kurrë asnjë fjalë të keqe nuk e din nga gruaja e parë e burrit të saj. Shumë mirë, kur nuk di fjalë të keqe të sojnë, as ajo temen. Ja, kalablak, këto të baba, vis me baba dhe vllazni. Kur shko atje 20 rëb, gjendë të shtirë. Gjonë shumë të punu. Allah këna kurë të nëherë me drapen, gjithë ditën e lume. E orat largë. O Zot, shka hjekshëm. Djepin krye. Knota këtë nëherë dhevët. E knota në duar. Gjithë ditën të i kurë. Kërë, dikur këtheshëm me lidhshëm. Derisa tregon për të kaluarën e saj, Gjemilja nuk lë pa përmendur se më herët njerëzit janë dashur më shumë se sa sot. Po, atëherë i na shku ma shumë. Se tash edhe i na desh në një veti ma shumë. Tash valla hopi dashnia, atë shkojnë, atë zinas, ma zama keq. Tash në telefon, shkon me nej dikon, në televizor ose në telefon. Ti rriq aty a i folë në telefon, kur gjo. E këtë në erë s'kena pas telefona, televizoras. Bëjshëm laf o knaqshëm. Jo, më se bom zotit ashtë i qfar teni. Jo tybe, qehrën jau kom harru shumë. Nuk e di, nuk di pse tash a hop dashnia. As ka qef me shku njonit e tjetër jasë. Me nej më knaq.